Takimi me qytetarët e Tiranës, i organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje, kishte për qëllim të paraqesë qëndrimet e kësaj lëvizjeje për situatën aktuale nëpër të cilin po kalon Kosova. Lideri i Vetëvendosjes, Visar Ymeri, shpalosi vërejtjet dhe kritikat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi, që sipas tij deri tani ka favorizuar vetëm Beogradin si në planin politik dhe ekonomik, duke e penguar Kosovën nga brenda. Tëra kjo që po ndodh është një përplasje, do të kisha me thënë edhe politike, po është përplasje më mirë thënë e qytetarëve, e popullit të Republikës së Kosovës, e opozitës së bashkuar, me interesat, kërkesat dhe ndërhyrjen politike të Serbisë në Republikën e Kosovës. Duke folur për veprimet e lëvizjes Vetëvendosje, lideret e saj theksuan se qëllimi është të shpëtohet Republika nga kthetrat, siç e quajtën ata, të qeverisë anti-republik të Kosovës. Lidhur me qëndrimin e Tiranës zyrtare për situatën në Kosovë, deputeti Albin Kurti kërkoi që shteti shqiptar të bëjë më shumë. Mendoj që karshi problemeve të brendshme që i kemi në Kosovë, qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe institucionet në përgjithësi e kanë pasur një lloj neutraliteti pozitiv, sepse besoj që qeveria e Shqipërisë duhet të angazhohet edhe më shumë në Kosovë, veç se edhe më shumë se kaq duhet të jetë aktive në mbrojtjen e Kosovës prej sulmeve të Serbisë e Rusisë. Një numër qytetarësh dhe 188 intelektual nga Shqipëria gjatë kohës kur Albin Kurti ishte në gjendje arresti me burg, kanë nënshkruar një peticion për lirimin e tij dhe të 13 deputetëve opozitar të arrestuar pas zhvillimeve në seancat e Kuvendit të Kosovës.